Komisioni Evropian ka miratuar sot paketën e zgjerimit dhe raportet individuale të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Siç edhe ishte pritur, në rastin e Kosovës konstatohet kryesisht se ose ka pasur progres të limituar ose nuk ka pasur fare progres. Sipas Komisionit Evropian, ndasit politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve, si dhe ngërçi politik që ka pasuar deri tash, kanë bërë që të mos ketë më shumë progres në rastin e Kosovës. Po ashtu në raport konstatohet se Kosova mangësi të mëdha ka në lirinë e mediave, ku nuk ka shënuar progres. Sipas Komisionit Evropian, edhe Kosova edhe Serbia nuk kanë mundur të bëjnë më shumë në procesin e normalizimit të raporteve për shkak të situatës së brendshme politike si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, por kanë përsëritur thirrjet për të dyja vendet që të zbatojnë të gjitha obligimet nga marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut dhe kanë rikujtuar se ky është parakusht për avancimin e Kosovës por edhe të Serbisë në procesin e integrimeve evropiane. Raporti flet edhe për heqjen graduale të masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Unë kam pyetur edhe përfaqësuesen e lartë dhe komisioneren Marta Kos se kur do të hiqen masat ndaj Kosovës dhe ja si është përgjigjur komisionera për zgjerim Marta Kos. Për masat ndaj Kosovës, pjesë e raportit është se ne do t'i heqim masat sa më parë që është e mundur, veç mas tani pas zgjedhjeve lokale që po rrjedhin mirë. Raportet më pozitive kanë qenë për Malin e Zi dhe për Shqipërinë, pasi këto dy vende dhe më së shumti kanë avancuar në procesin e negociatave të antarësimit. Sipas Komisionit Evropian është reale që Mali i Zi të përmbyll negociatat e antarësimit deri në fund të vitit të ardhshëm dhe Shqipëria deri në fund të vitit 2027 nëse e mbajnë këtë ritëm të reformave. Ndërsa raporti më negativ ka qenë ai për Serbinë. Konstatohet se Serbia në disa raste ka pasur edhe kthim prapa, ndërsa nuk ka pasur progres në shumë fusha. Serbia kritikohet edhe për mos përshtatjen me politikën e jashtme të BE-s, për mos ndërhyrjen në rastet e represionit ndaj protestuesve në Serbi, për kthim prapa në lirinë e mediave, por edhe për mos ndërmarrjen e masave në rastin e Banjskës, ku Bashkimi Evropian vetëm përsërit thirrjet për Serbinë që përgjegjësit të nxjerrin para drejtësisë. Për këtë vënë nga Brukseli, Augustin Palokaj.